Mirëmëngjes edhe një herë. Ky është momenti ku jemi rikthyer. Unë dhe Ada jemi Me vëllezrit siamez. Pranë si gjithmonë. A mund ta bëjmë atë këngën se mama pëlqen shumë bashkë të dy pranë. Ne jemi moment tjetër në Ada ne. Moment tjetër të rëndësishëm, flasim për temën e ditës, një temë shumë interesante, diferenca mes brezave. Thuhet në fakt se çdo brez mendon se brezi pas tij është më i dobët, më i shpërqendruar, më pak i duruar. Po a ka diçka të vërtet këtu? Në fakt, ajo që mund të konfirmojmë ne është se brezi i prindërve tan është një brez që është rritur me sakrificë, është rritur me durim, me disiplinë, por në të njëjtën kohë edhe me pasiguri. Ndërkohë që brezi ynë ose brezi i sotëm thon ndryshe, këto Gen Z që Franci nuk i ka shumë qejf, edhe i gjykon era herës, është një brez që po ashtu rritet me pasiguri, po ashtu rritet me ankth, sepse ka një liri ndoshta më shumë se ç'duhet, të cilën nuk di si ta menaxhoj. Dhe është brezi që më shumë mendon për të ikur sesa për të qëndruar. Të gjitha këto dilema, diferencën mes brezave, por edhe përgjegjësitë që duhet mbaj çdo brez, ne i diskutojmë në studio me të ftuarën tonë. Shumë kënaqësi që ju kemi, zonja Nora Malaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjeta në shtëpinë tuaj. Faleminderit shumë. E keni jashtëzakonisht shumë të bukur dhe shumë komplimente. Keni një energji shumë të mirë të tre. Shumë faleminderit. Tregon që jeni mikpritës, është shumë e rëndësishme që të Zoti do mundohem sot që të Zoti e shtëpisë të bëjnë të ndjehen Zot shtëpie. Është shumë e rëndësishme. Jemi brez i mirë. Jeni shumë i mirë. Kush thotë ju jeni brez jo i mirë? Po duket hera herës sikur ka një luftë të brendshme. Jo, është thjesht çështje kohe dhe perceptimi. Unë mendoj si jam unë shkencëtarja, po shkencëtarët duke filluar që nga njerëzit që janë marrë me zhvillimin e njerëzimit dhe duke vazhduar pastaj edhe që njerëzit që merren me botën shpirtërore dhe me formimin thonë që gjithmonë brezat janë më të mirë se ata që paraardhësit e tyre. Për disa arsye shumë të forta. E para se jetojnë janë biologjikisht fëmijë të prindërve të tyre, por sociologjikisht janë fëmijë që rriten në kohë të ndryshme. Kështu që do të thotë që prindërit e kanë të qartë që fëmijët e tyre janë fëmijët e tyre biologjikisht, por në fakt janë fëmijët të kohës ku lindin. Dhe si e tillë vetë koha ka zhvillimet e saj me plus minuset e saj. E dyta janë dy breza të cilat në qasjen e pasjes së gjërave i shohin në koncepte të ndryshme dhe në një farë mënyrë kanë një lloj, po themi, kërcitje me njëri tjetrin, për arsye se thuhet, e keni dëgjuar atë shprehjen që fëmijët duhet të vrasin brenda vetes tyre atë që quhet nëna apo babai, jo në kuptimin e vrarjes, po në kuptimin figurativ, metaforik, që të rriten në momentin kur ti shkëput vargonjt e lidhjes detyruese me prindërit, në atë moment ti tashmë je rritur dhe merr përgjegjësitë tua. Në këtë moment kur ti je i pavarur, ti ke mësuar nga tradita e prindërve, gjë që unë e dëgjova gjatë kohës si po vija që ju e artikuluat, dhe nga ana tjetër bëhen dhe më interesant sepse koha është më e zhvilluar, mjetet janë shumë herë më në evolucion. Problemi është që koha dhe durimi janë dy gjëra që jo gjithmonë ndonjëherë ecin paralelisht dhe këto pasaj kuptohet që brezat me njëri tjetrin fillojnë dhe thonë, ta nuk na kuptojnë. Nuk është çështja që ju s'na kuptoni ne, se ju nuk keni si të na kuptoni ne, se nuk e keni kaluar kohën e teenagerit apo të pjekurisë. Ne duhet ju kuptojmë ju dhe ne duhet kemi tolerancë me ju, pasi ju jeni fëmijë tuaj, po jeni lloj shumë universal në llojin tuaj dhe unë mendoj që nëse ne nuk jemi të kursyer në dhënien e gjithçkaje, jam e bindur që ju bëheni shumë herë më të mirë se ne. Ndonse studimet e fundit fatkeqësisht kanë treguar që brezi Z, që e përkufizojnë tani, ka një IQ më të ulët se brezat tanë, pra janë gati studimi i fundit, i Harvardit, del që janë 60% më ulët se sa ne, që do të thotë, është brezi që gjërat po i merr si tusa të gatshme dhe çfarë bën kjo? Kjo krijon një problem në të menduarin kritik. Pra ti nuk ke mendim kritik të pavarur, po ke mendim kritik të varur, po nuk e ke tashmë nga prindrit, po e ke nga rillsat dhe e ke quhet edhe brezi zombi thënë ndryshe.
quhet brezish i teknologjisë dhe i marrjes së informacionit në mënyrë të thjeshtë. Dhe këtë nuk e merr në moshën as të pubertetit as të adoleshencës, po e merr në moshën e fëmijërisë hershme. Që atëherë kur fëmijëve ju japim telefonin ke dora, 2 vjeç, 3 vjeç. dhe fëmia fillon dhe shikon i tërheq pamja dhe ka logjikën fotografike, nuk ka logjikën e të menduarit dhe krijimin e idesë që në fund do thotë çfarë duhet të bëj në mënyrë naive. Po, nuk i stimulohet kurioziteti. Këto janë gjëra që pastaj na i përkasin neve që merrem me fushën e psikologjisë të edukimit, sociologjisë, për të kuptuar realitetet botërore, po na çojnë në këtë realitet ku jemi, apo duhet të kemi jashtëzakonisht shumë kujdes, sepse shoqëritë sot po vuajnë një emërtim që quhet depresion social. Dhe ky depresioni nuk lidhet me faktin se ti u çove në mëngjes dhe nuk e i gëzuar, po lidhesh me faktin se ti krahasohesh me tjetrin, ti do jetën e tjetrit dhe duke dashur jetën e tjetrit, ti nuk jeton as jetën tënde. Lind natyrshëm pyetja për këtë depresionin social. A ka pasur aso kohë po të njëjtën gjë apo tani është thjesht një mori e madhe informacioni dhe abuzim me këto terma? Të gjithë kohrat e kanë atë evolucionin e tyre social. Në vitet 60 bota bëri evolucionin seksual. Ne atëherë në fakt bëm evolucionin kinez, se ishim në atë kohë filluan marrëdhëniet dhe ne na futën si. Meqense ka nisur dhe viti i ri kinez tani. Meqense ka rritur me temë. Pas kemi kryefjalë kinez sot, po. Dhe atëherë ishte thuhet kohë shumë e bukur vitet 60. Për arsye se lindën disa vlera njerëzore dhe ajo i quajt rivlerësim i vlerave. Po ti shikosh edhe modën, edhe shfaqjet, dhe socializimin, edhe këngët e brezit tim apo e gjyshërve tuaj, që i përkasin Sanremos kanë qenë këngë ku i këndohej shpirtit, i këndohej dashurisë, si gjëja më sublime, jo si gjëja më mekanike, ku do shkojmë ke zhëja dhe pastaj fillojmë ke haja. Ishte një lloj romantizmi dhe romantizëm i cili kishte ardhur ku trashëgoi nga brezat, po brezat në fillim erdhën me problematikat bota i ka njësoj që nga antikiteti, të lexojmë veprat e antikitetit, ju i keni lexuar. Të gjithë problemet sociale janë aty dhe flën aty. Thjesht shfaqen me forma të ndryshme. Dikur nuk bëhej duel me armë, nuk rrëmbeheshin, diku i bëhej me shpatë. Ju e dini shumë mirë. Historia e Trojës ka lindur pikërisht nga ndjenja për të poseduar raportin më të fortë që është raporti i dashurisë njerëzore, dhe ku njeriu bëhet egoist në emër të dashurisë që do t'japi. Pra, edhe brezat më përpara, me brezat që ishin më të mëdhenj, kishin gjithmonë një qasje pak më ndryshe. Brezi tani ka kaluar pak në një nivel më të prerë me thik, po themi. Që do të thotë, nëse brezat më përpara jetonin në familje të mëdha, dhe trashëgimia vinte atë si rezultati një tradite, dhe gjyshi, nëna ishin aset dhe ishin pasuri familjare. Pasuri familjare jo vetëm se ekzistonin dhe krijonin raportin social, po ishin pasuri familjare se nëpërmjet fjalëve të tyre ty të krijonte mundësinë e të këngës, të ninullës, të punëve të dorës, të gjellëve të shtëpisë, të gjithë shkaje, dhe shtëpia ndriçonte dhe qeshte. Nisi kokër tani, sa shumë kemi mësuar duke u rritur me prezencën e gjyshërve. Po, sepse qeshte shtëpia, dhe kur qeshte nëna dhe gjyshi ishte një gëzim i madh. Edhe ato lodrat që bëheshin kur dilnin fëmijët në obor, kur luanin me litar, që nuk dëgjon më tani të kërcasi litari dhe të luajnë. Tani kemi vetëm palestër që bëjnë gjim dhe gocat të tregojnë, dhe gratë, mamat, që tregojnë se çfarë trup të bukur po bëjnë. Një trend i cili na tregon se në kohën time dhe në kohën tuaj. Në kohën time prindrit na edukonin lart forma, por shumë e rëndësishme përmbajtja. Në kohën e sotme është larg dukja edhe përmbajtja. Tani këto të dyja kërcasin shumë me njëra tjetrën dhe prandaj jo se ne nuk jemi njësoj, ne jemi shumë njësoj. Po ne prindrit duhet ju kuptojmë që ju jeni pjesë e kohës dhe ju nuk krahasoheni më me të pakrahasueshme që janë prindrit, por krahasoheni
me si motrën tuaj të krahasueshme, që janë të njohurit tuaj apo Kim Kardashian me shok, të cilët janë kthyer në trendin dhe nuk kuptojnë që ekzistenca e qenies njerëzore, si e gruas dhe e burrit, është një ekzistencë e domosdoshme për ta përballuar botën me këtë fluks të frikshëm që ka. Dikur kënaqësia zgjatej më shumë. Sot kënaqësia është çast. 3 sekondat e para, si një video. Kur është çast, edhe ne ham keq, ham me pas fust çast. Po. Edhe vrapojmë si një raket çast, edhe kur mendojmë çast dhe nuk mendojmë kohë. Një pyetje kam, vetëm ju lutem afroni pak te mikrofoni që të dëgjoni më mirë dhe për ata që na ndjekin në radio. Prindrit sot, me gjithë këto që përmendëm, po rrisin fëmijë me vetbesim apo fëmijë me një ego të flyrë? Jo më larg se mbrëm me mbesën time që unë e kam edhe referent studim, jo vetëm dashuri pa kushte, dhe është dashuria më e madhe që më dorëzon. Pra, po besoj mësoni dhe ju shumë nga ajo. Patjetër, mësoj ai shumë sa që ndjehem shumë mirë që dua të përshtatem dhe me moshën e tyre. Pra ajo më mëson si të përshtatem me ta dhe të mos bëj asnjë paragjykim dhe të vlerësoj të gjithë të drejtat e tyre, kur ata nuk duan t'i nxjerrësh në foto, kur ata nuk duan që të mos i nxjerrësh mirë, kur ata nuk duan t'i bësh objekt diskutimi, ose kur ata nuk duan që nëpërmjet emrit tënd të marrin merita të pamerituara. Dhe ta thon me shumë elegancë dhe bukuri, sepse janë një brez që nuk është se janë të papërgjegjshëm dhe që rriten ndryshe nga ne. Jo, në thelbin e tyre janë si ne, por janë me qasje ndryshe nga ne dhe duhet kuptuar kjo. Është qasje shumë e bukur ajo e tyre, që i ruan në një farë mënyre në identitetet e tyre. Se unë jam e bindur që dhe ju kur të vini, jo në moshën time, po pak më të rritur, pra kur të piqeni më shumë, ju do referojeni gjyshërve dhe gjysheve dhe do thoni se nëna tha se gjyshi tha. Dhe kur të bëheni gjyshërve do ju japim të drejtë. Po, dhe ata kishin të drejtë dhe ju keni të gjithë kohën e Perëndis që të bëni gabime në këtë moshë. Dhe unë ju këshilloj të bëni gabime në këtë moshë. Dhe ju këshilloj të mos bëheni si brezi ynë, po të jeni vetvetja. Të jeni me uljet dhe ngritjet tuaja dhe me oscilacionet tuaja. A keni qenë ju brezi i perfeksionit, që çdo gjë doni ta kishit në kontroll dhe të dukeshit mirë brenda kornizave çdo gjë? Ne kemi qenë brezi jo i perfeksionit, po brezi i edukimit me i kuadratuar, në kuadrat. Do me thënë, ne kishim rrugë të lejuara dhe rrugë të ndaluara. Dhe këto i respektonin, pra ishim brezi i rregullave të forta, për arsye se jetonim në shoqëri ku të gjithë ishim në një Big Brother. Të survejuar. Në survejimin që bënin, një nga veprat më të bukura janë veprat e Kadares, në punësi i Pallatit të Ëndrave, dhe në punësi i Pallatit të Ëndrave, thelbin kryesor ka që shteti të merrte pengë dhe ëndrrën. Dhe ta menaxhonte ëndrrën, pra, ti menaxhosh një kombi ëndrrën, do të thotë që kombi të jetë pa ëndër dhe të gjendet në zgjendër, pra në pagjendje. Prandaj e vuajnë brezat tuaj dhe fëmijët kanë këtë gjë. Këto janë pasojat e një brezi që në rregullat e forta pati dhe hapësira boshe dhe ne na u desh, dhe prandaj ky brez meriton vlerësim, jo se i përkasun atij brezi, po se dua të them që në realitetin ton ne kaluam 3 epoka: epokën e zjarrit, epokën e hekurit dhe në epokën e ujit. Do me thënë, mbijetuam duke marrë më të mirat e gjyshërve tanë. Rezistuam në një kohë që ishte kohë apokalipsi njerëzor, por ishte aq e minimizuar sa që e keqja shitej si e mirë. Kur e keqja të shitet si e mirë, ti sëmundjen tënde e bën pjesë tënden dhe duke e bërë pjesë tënde ti rritesh me të dhe ky quhej ideologjizim. Pra njerëzit u ideologjizuan se në të kundërt nuk kishin nga të shkonin, se atëherë ishte edhe dënimi me vdekje. Po mirë, atëherë ishte edhe modeli që ja tregonte shoqërisë kur e nxirte ai dhe kur e varte dikë bëhej prezent, pra ishte një lloj makabriteti social. Nga ana tjetër,
Ne ishim brezi që bëm revolucionin, sepse në 90-ën sollëm demokracinë, mirë po nuk ishim të përgatitur për demokraci. Atëherë filluam atë që quhet brezi i katarsisit. Filluam të bënim katarsis me vete, por gjithmonë duhet kemi parasysh një gjë. Përpara se të vijë mira, kur hapet kutija e Pandorës, ju e dini shumë mirë. Shpresa është fshehur diku ke cepi në fund. Del gjithmonë e keqja. Dhe fatkeqësia jonë është, prandaj ne ndjejmë dallimin me breza. Se ne po vuajmë tranzicionin e të zgjatur. Nuk ka vend që ka jetuar 36 vite në terminal. Ne jemi në terminal. Të vërtetat që supranuan kurrë dhe ende ka njerëz që gëzojnë simpati edhe nostalgji për atë regjim. Jo, duhet jemi realist. Se më pëlqen, nuk më pëlqen ti nxi gjërat. Është i vetmi debat që hasim me brezin e prindërve tan. Jo, dua të jem realist. Ju garantoj që nëse do bëni një studim, të gjithë brezi i moshës së tretë nuk ka asnjë analfabet funksional dhe analfabet. Kjo është e vërtet. Sot kemi 60% të rinjve analfabet funksional dhe 70 analfabet funksional. Ju thash pyetjen përgjigjen kroçale për të kuptuar që një njeri që nuk është analfabet, që është i arsimuar, nuk ka shans të jetë budalla. Dakor, po. Nuk ka shans të jetë. Edhe kjo ha debat. Jo, nuk ka debat. Për një motiv vetëm. Dhe më po ta sjellim në probleme sociale që ne kemi aktualisht. Duke qenë se brezi juaj ka qenë i përgatitur, i lexuar, nuk ekzistonte analfabetizmi as si koncept, jo më të prekej. Dhe më fal, edhe në klapa, nuk ishte një njeri që nuk ishte në punë. Ishin 100% në punë, sipas profesionit të tyre, dhe nëse ti nuk punsoheshe ose nuk punoje, ti quheshe parazit. Dakor. Dhe shoqëria nuk të pranonte. Duhet të ecë me hapin e shokëve. Jo, dua t'ju them se dua ta bëj realitetin siç është. Jo realitet bardhëzi se nuk i duroj dot këta që bëjnë moralizime që se kanë jetuar atë. Pra të gjitha këto janë vlera dhe arritje. Po ku çedoj? Ku ishte gabimi? A mbani ju përgjegjësi për faktin që sot të rinjt kanë këto pasiguri, nuk gëzojnë jetën që ju keni gëzuar me gjitha këto mundësitë e punësimit, e strehimit, dhe dëshira e të rinjve sot është vetëm ta braktisin Shqipërinë. Thuhet që gjithmonë midis brezave, njëri brez është i lindur për të sakrifikuar dhe tjetri brez është i lindur për të gëzuar. Janë ciklet e jetës, të cilat kur ti do të luftosh fort, ti duhet kesh ca vështirësira. Prandaj ju thash, është mirë të gaboni në këtë moshë dhe është shumë mirë që në këtë moshë të krijoni eksperjenca, se eksperjenca nuk është suksesi, është gabimi. Po do ta vazhdoj më gjatë se duhet të keni reklama më duket. Jo, mund të vazhdoj. Është gjithë koha juaj. Po përpara kësaj do të lutesh ai regjist të më sillte pak ujë. Po patjetër. Se ne kemi Majva të lutem. Ne kemi një problem që hyke pjesa e diabetikëve. Njerëzit që janë me diabet duhet ta keni është kulturë, ka nevojë për ujë se ju thahet goja se rezultati. Majva që po e sjell ujin, faleminderit Majva. Majva është një dashuri se më priti aty dhe një supervise. Faleminderit. Minimumi që mund të bëjmë. Dhe Majva është studente gazetarie dhe vjen me shumë pasion, ngrihet që në mëngjes bashkë me ne që të vi këtu në punë dhe të startojë misionin. Kështu që referuar edhe punës tuaj të gjatashme në pedagogji. Besoj se edhe këtë përplasjen mes brezave e keni ndier tek studentët. A vazhdojnë t'ju surprizojnë mënyra se si ata mendojnë vazhdimisht, pra nga brezi në brez, nga gjenerata në gjenerat, nga viti në vit. Nëse mund ta lidhni edhe me ndonjë situatë që mund të ketë ndodhur. Ajo që mua nuk më surprizon, po më gëzon. Unë personalisht e dua brezin e ri, dhe unë them gjithmonë që ju jeni më të mirë se ne. Sepse arsyeja e përgjegjësisë së brezit ton pse jeni ju kështu është që ne u edukuam bardhëzi. Kjo ishte problemi asaj kohe. Ju jeni me të gjitha ngjyrat dhe ju i provoni të gjitha gjërat nga A-ja ke Z-ja. Ne në kohën time ti duhet shkoje virgjër ke bashorti. Rreziqet e bashorti mund të ishte i virgjër sepse raportet
personale, biologjike, pra kur binte ora biologjike nuk kishte shans, prandaj dhe martoheshin shumë të rinj. Pra në moshën 23 vjeçe nëse ti nuk martoheshe, ti dukeshe që të kishin lënë. Që nuk ishe përzgjedhura. Kishe ngelur në derë. Po, sepse prioriteti asaj kohe ishte ndërtimi i familjes, që sot është për shumë i vështirë. Po, apo mos ndoshta kjo lirshmëri kaq e madhe i ka bërë njerëzit mos të vendosin. Kjo ngre pyetje të tjera. Ka një shpirë. Domethënë ka që nevoja për marrëdhënie dhe jo dashuria që mund të kenë patur për të krijuar familje. Jo, kjo ngre pyetjen e fortë, pra, që është nevoja e dashurisë dhe jo e marrëdhënies. Ju marrëdhënien e filloni shumë herët. Dhe duke e filluar shumë herët, jo vetëm konsumoni, por konsumoni emocionin real. I vetmja qenie në planet që për te raportit seksual, pra raportit të riprodhimit, i ka dhënë dhe kënaqësinë mentale dhe është një nga çlirimet më të mëdha për të çliruar stresin, është raporti i një marrëdhënie midis një çifti, një burri dhe një gruaje, që e jep jo vetëm si akt, po e jep si sublime. Dhe si sublime, ajo nuk mund të bëhet 3 minuta. Mirupafshim ke lana, ke cepi, ke makina, ke tavolina, ke zyra, ke iksi. Ajo quhet nevojë si kulan dhëmbët. Kurse akti është para dhe pas preludit, që do të thotë është e bukur kur njihesh, është i bukur kur një botën shpirtërore, është koha që konsumon bashk, dhe pas është mënyra se si ledatojnë njëri tjetrin dhe si besojnë ke energjia që tashmë kanë shpërndar. Po kjo do kulturë. Që të japësh kulturë, prindrit tuaj nuk ja u dhanë, sepse quajtën tabu. Pra brezi im e quajti tabu, se dua t'ju them cilat janë shkaqet e depresionit, dhe që nuk i trajtojmë as sot. Më gjej një kë e trajtojmë të gjithë. Turpi që ka marrë me vete nga komunizmi. Kur flasim për edukimin seksual, ne shkon mendja vetëm ke akti seksual, se kemi naivitetin e të menduarit dhe kemi frikën e të folurit, ndërkohë që në moshën e pubertetit duhet jenë të dy prindrit aktor dhe të aftë për të menaxhuar edhe djalin dhe vajzën, se a e dini që sot një nga depresionet më të forta janë meshkujt që janë gati 33% që nuk arrin dot të çlirohen nga këto problematika të jashtëzakonshme që i kanë thyer në depresione shumë të forta për të provuar mashkulloritetin e tyre dhe për treguar forcën e tyre. Nga ana tjetër duhet të kuptojmë edhe një gjë, është e bukur veshja njerëzore. Në fund të ditës ne të gjithë këtu kemi trupin që është veshja jonë dhe kemi shpirtin. Ne trupin e ushqejmë çdo ditë. Mëngjes drek darkë, me pislliqe pa pislliqe, me ushqime pa ushqime, me palestër ose në natyrë. Pra, e bëjmë muskuloz, e bëjmë tërheqës, e bëjmë si puna e luleve që janë me lloje të ndryshme dhe thithin bletën që të marrin nektarin, ëh? Ndërkohë që ne harrojmë të ushqejmë një gjë që është shumë e rëndësishme, që quhet shpirti. Shpirti, nëse ti nuk e ushqen me mendimin pozitiv, do ushqehet me gjithë toksinat që prodhon trupi dhe që quhen mendime negative. Dhe shpesh herë themi, sa i keq që është ky. Ai nuk ka lindur i keq. Atë e kemi bërë ne të keq dhe këtu fillon detyra e prindërimit. Pra nëse më përpara prindërimi ishte rregulli, ishte emulacioni, ishte dhe krahasimi që ishte i gabuar, sot prindrit pa dashjen e tyre bashkë me stresin ju kanë trashëguar këtë lloj sjellje. Gjithçka nis në familje dhe zhvillohet në shoqëri pastaj. Dhe ju shfaqeni interesant, gjesme jeni ndryshe, në fakt ju jeni kopja e shëmtuar e joni. Tani me qenë se jemi drejt fundit, vetëm një përkufizim për brezin sot edhe brezin tuaj. Shkurtimisht. Ju dua shumë si brez, dua që të gaboni, të merrni eksperiencat, të mos ndryshoni, se ju jeni më të mirë se ne. Por një gjë mos harroni. Respektojeni origjinën nga vini, se nëse ju nuk respektoni prindrit tuaj, është një shprehje që i thot babai djalit, atë që ti Perëndia i drejtoi dhe i thot, atë që ti do t'i bësh babait apo nënës, atë do të bëj fëmia jot nesër ty, që do të thot, prindrit nuk i zgjidhni, miqt, shokët, të dashurit i zgjidhni. Merrini dhe merrni anën më të mirë të tyre dhe bekojini çdo ditë që ju kanë sjellë në këtë botë, që ndonë se është e zhurmshme,
është shumë mirënore për ju. Jeni aq të mirë sa që jeni shumë të mirë se brezi jon dhe unë jam shumë e lumtur që kam të bëj me studentët më të mrekullueshëm dhe dua t'i përgëzoj se janë në fazën e provimeve dhe t'ju them, ju guxoni fort se i provoni sfidat, por mos harroni shprehjen e latinit që thot: çdo gjë duhet me mas, se po kaloj masën, kthehet në të kundërtën e saj. Ne jemi jashtë masës dhe jashtë kohës, e kemi të kaluar, po ja vlen totalisht. Faleminderit shumë e madhe që jeni në studio. Kënaqësi ditë mbar. Edhe ju presim prapë në studio patjetër. Me kënaqësi shumë. Ne do kalojmë në muzikë dhe publicitet dhe do kthehemi prapë në studio. S'kemi mbaruar. Mirëmëngjes.